Jeni gati për rilindje? Atëherë le të ftojmë me një herë në sken kryetarin e Bashkisë së Tepelenës, Tërmet Peti! Fitojmë apo jo? Atëherë mirëmbrëma Tepelena, mirëmbrëma të gjithëve. Në rast të parë më lejoni që në emrin tuaj t'i shpreh mirëseardhjen kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama. Të dashur pjesëmarrës, asnjëherë deri në 23 vite nuk është mbushur kujshes si sot. Sot në Tepelen garantohet fitoria e Partisë Socialiste në 23 qershor. Në sytë tanë shprehet qartë suksesi i garancisë së fitores dhe zoti Edi Ramës, kryeministër të Shqipërisë. Ato pak ditë që na kanë ngelur dhe t'i kthejmë në ditë pune të panosshme për të siguruar pjesëmarrjen masive në votime. Dhe më lejoni këtu nga ky shesh t'i përcjellim mesazhin Saliut se në 23 qershor Partia Socialiste dhe Edi Rama do të garantojë fitoren e padiskutuar. Mesazhi motra dhe vëllezër për Saliun është ky. Në 23 qershor me votat tona do t'i themi ish kryeministër i paaft, ish kryeministër me një qeveri të korruptuar, ish kryeministër që do të mbahet mend se verset të këqija i ka sjellë këtij populli. Data 23 qershor do të jetë dita e ndryshimit të madh, dita e rilindjes shqiptare. Atëherë, motra dhe vëllezër, Partia Socialiste në 23 qershor do të votoj 29-ën numrin ton të mbarë dhe të rilindjes dhe jo 24 numrin e vdekjes së Saliut. Qershori do të jetë dita e ndryshimit të madh ku zoti Edi Rama dhe grupi i tij do të shpalosin dhe do të zbatojnë programin e rilindjes jo të Tepelenës, po të mbarë Shqipërisë. Njeriu vizionar, njeriu i palodhur, njeriu i përkushtuar dhe këmbgulës, por dhe fjalë mbajtur, Edi Rama do të jetë kryeministri i Shqipërisë. Më lejoni që në emër tuaj t'i shpreh urimet dhe suksese zotit Edi Rama. Paqebardh në punën e tij të vështirë por shumë fisnike. Të gjithë bashkë për rilindjen, të gjithë bashkë për fitoren, të gjithë bashkë me Edi Ramën. Dhe tani le të ftojmë Dashamir Kamberi!
Përshëndetje me Maliaj! Përshëndetje Kalivaçi! Përshëndetje Sinanaj! Feliçoti! Dukaj! Dragoti! Përshëndetje Tepelena ime! Dje këtu në shesh u zhvillua një jashtëquajtur miting i ditë prerës qeveri. Dërsa sot, këtu janë ngritur dy kështjella. Kështjella e Ali Pash Tepelenës dhe kështjella e Shpirtit të Tepelenës. Kështjella që beson të programi i Partisë Socialiste dhe rinjtja shqiptare. Tonë që këtu në Tepelen frynë shumë erë, por këtë herë frynë një furtunë e madhe, furtuna e fitores. Furtuna e fitores së Partisë Socialiste, furtuna e ririndjes, furtuna e fitores me kryeministër Edi Rama. Dhe tani le të ftojmë në skenë Vladimir Kosta! Përshëndetje Tepelena! Përshëndetje! Unë jam më i riu në politikë, por jam i bindur që do jem më i vjetri në Partinë Socialiste në politikë. Pse? Edi Rama nuk do lëvizi nga kjo parti, nga kjo qeveri, sepse është i afti dhe më i afti në gjirin ton. Ju garantoj se do zbatoj me përpikëmarrje më të madhe programin e tij, programin e Partisë Socialiste, që ky popull mos jetë më në rënim, por të triumfoj, të lulëzoj, dhe këtë do ta bëj kryeministri i ardhshëm Edi Rama. Forca rilindje të përgjithë Shqipërisë. Ju faleminderit dhe suksese numri 29. Dhe tani le të ftojmë Anastas Angjeli! Mi mbroma Tepelena! Do fiton apo jo? Motra dhe vëllezër të Tepelenës, të labërisë së lavdishme, që i ka dhënë Shqipërisë vetëm fitore, ju do të jeni hipoteka e fitores së Partisë Socialiste. Në 23 qershor,
Në 23 qershor ju jeni hipoteka e Partisë Socialiste, se ju të gjithë së bashku të votoni Partisë Socialiste numëri 29 të tratës së çlirimit të Shqipërisë. Në 23 qershor, pas 12 ditësh, vula e fitores fillon në Tepelen, fillon një ditë e ndryshimit e kryeministër Edi Rama! Dhe tani, ne të ftojmë së bashku Erion Velia! Tepelena! Ngrini duart, kush është ekipi i Rilindjes? Sa herë që Shqipëria ka pasur nevojë për një betejë vendimtare, djemt dhe vajzat e Tepelenës e kanë fituar atë betejë. Për 12 ditë ne kemi betejën më të madhe të jetës tonë. Dhe unë kam një pyetje, kush nga Tepelena do jetë me ne në këtë betejë? Ne kemi ekipin më të mirë, ne kemi programin më të mirë, dhe ne kemi kryeministrin më të mirë, Edi Ramën. Faleminderit. Dhe tani le të ftojmë Arbin Ahmetaj! Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje, në këtë shesh sot ju vulosni fitoren e 23 qershorit. Tepelena, me Maliaj të gjitha komunat e këtij rrethi do bëhen vula e fitores në 23 qershor. Ky qytet është i refuzuar nga Sali Berisha për 8 vite me radhë. Ky qytet, ky rreth do ta refuzoj Sali Berisha në 23 qershor dhe do largoj një herë mirë nga politika. Ky qytet, ky rreth do të bëj Parti Socialiste në 23 qershor fitore. Rilindja nis nga qyteti Tepelenës. Edi Rama nis udhëtimin e tij si kryeministri i Shqipërisë nga Tepelena. Edi Rama ka nderin të ftoj këtu kryeministrin e 23 qershorit, Edi Rama. Në ura për Edi Ramën! Bravo, Silva. Bravo, Silva. Që takim sot ku është një surprizë e jashtëzakonshme. Dhe unë ju jam mirënjohës që të gjithëve pa përjashtim, sepse e keni ndezur flak në mes të natës, gjithë të shesh të panë. Dhe keni sjell tu gjithë pasionin e flak
të Belenës për ndryshimin dhe rilindjen. Motra dhe vlezër, unë dua t'ju them disa fjalë shumë të thjeshta sot. Së bashku ne do të bëjmë mundura ato gjëra që padrejtësisht 20 vjet i janë bërë pa mundura këtij populli. Së bashku ne do të rimëkëmbim ekonominë. Do të hapim 300.000 vende të reja pune. Do të unim taksat për 95% shqiptarëve. Do të çojmë ujë në çdo familje dhe në çdo parcel. Do të pesfishojmë financimin e shtetit për bujqësinë dhe për blegtorinë. Do t'u japim fëmijëve të këtij vendi arsimin më të mirë, sepse mësuesit nuk do hyjnë më në punë duke paguar para dhe as me urdhër partie, por mësuesit do t'i zgjedhim së bashku me komunitetin e prindërve. Ne që në 100 ditë të para do ta bëjmë zero taksën e biznesit vogël për të gjithë ata që janë vetëpunësuar dhe mbajnë familjen e tyre me një dyqan. Dhe do t'ju përgjysmojmë edhe tatimin e fitimit. Motra e vlezër, ne nuk do lejojmë më që dera e spitalit t'i përplasët në fytyrë një njeriu të varfër që nuk ka para. Ne do ta bëjmë shërbimin qytetësor falas për gjithë, të varfër apo të pasur, në fshat apo në qytet, në punë apo të papun. Ne do t'i japim fund praktikës së fshatit dhe do ta fillojmë rilindjen. Aty ku fillon edhe rruga e prodhimit të ushqimit për popullin tek fshati. Dhe ne nuk do t'i kërkojmë më familjet zakonshme të këtij vendi të paguajnë 20% taks për kilën e bukës, 20% taks për kilën e qumshit, 20% taks për kokën e vezës, apo për kilën e vaj, të mjerit, të rizit. Ne do t'i bëjmë zero taksat e ushqimit për popullin. Ne do t'heqim edhe taksën e smundjes që t'ka dragjyshi me antiplum, i buri, i lacheve. Saliu doli një ditë dhe u tha shqiptarve se do sillte kokën e Alipash të Belenës nga Turqia në Shqipëri. E në fakt, i uli kokën të Belenës përmetit Gjirokastrës
duke mos ju ndërtuar kur rrugën që merituan. Dhe prandaj, edhe Temelena, Përmeti, Gjirokastra, e gjithë Shqipëria do t'ja heq kokën pushtetit të korupcionit, pushtetit të një grushti njerëzish, pushtetit që varfroi tërë popullin shqiptar për t'u pasuruar për vete. Vota e Temelenës, vota e Gjirokastrës, vota e Përmetit, vota e këtij qarku të harruar, të braktisur, të varfruar, do të shkoj tek numri i bekuar i çlirimit, tek 29-ta, për të çliruar energjitë e jashtëzakonshme të këtij populli të marrë peng dhe për t'i hapur rrugë rilindjes që duam. Të dashur Temelenës, unë ju zotohem se nuk do të harroj kur të pritjet e jashtëzakonshme. Dhe nuk do t'ju tradhtoj kur. Hallet tuaja do t'jenë dhe hallet e mia. Problemet tuaja do t'jenë dhe problemet e mia. Dhe në përpjekjet për dalë nga varfria, nga papunësia, nga izolimi, unë do t'jem në krahun tuaj. Temelena, rov për jetë, kujtimi i herojve dhe i dëshmorëve të gjithë kësaj treve. Bekuar qoftë për jetë gjaku i atyre që luftuan për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri të mirëqënë, për një Shqipëri të njerëzve dhe për njerëzit. Rrofshin gratë dhe burrat trima të Temelenës. Rrofshin vajzat dhe djemt gjenerata e re e këtij qyteti, e këtij rreti që trashëgon pasionin, energjinë dhe vlerat fistike të traditës Temelenës. Rrofsh Shqipëria!